ne luajmë, do me thënë, kemi kapacitete dhe luajmë si inferior. Mua kjo më bënd plas. Do thënë, ti futesh, ti ke raf Polonin më burë. Dhe futesh Polonia 20 minutat e para, mori teren, sulmoi dhe 25 minutat e dyta ne bëm atë që bëm, pra e fituam terenin, morëm e përsin e gjitha me radhe, shnua. Tani ideja është ti, pse e kthen ekipin atë lloj forme, pra jep një konnotacion negativ pjesën e dytë. Pra ky është problemi, ne luajtëm pjesën e dytë si inferior. Kur ne shumë bukur kemi kapacitete, kemi lojtar, vlerat ndoshta janë mëdha, po si lojtar kanë pjekuri, luajnë 7-8 lojtarë në Serie A, janë lojtarë që me të vërtet vlen dhe ne kemi treguar edhe në Europian, po edhe në këto eliminatore që kemi vlera. Kështu që pa diskutim kjo pjesa që luajmë si inferior dhe bëjmë gabime foshnjarake, kjo është për të vënë duart në kokë. Dy gabime, vjen një top, 2 episode, vjen një top në shtyllë, 2 dhe të shënon gol. Totalisht i shmangshëm. Sidomos i pari. Si i dyti okej edhe ndot. Jo dhe i dyti. Si mund të luaj, se po im pak do me thënë në temë direkt, si mund të luaj dhe Sheu edhe Aslanit në të njëjtin pozicion.